po oligarkët dhe biznesmenët këto t'i këtë gjuar gje, apo edhin para për zgjedhje. Pak u meret me këta, po nuk e quan problem, se për shemë njerim, tha, mua nuk është as oligark, i shkreti, nuk e të më do të emrin fare, nuk është oligark, tha, i biznesmen, tha, mua unë, tha, do t'jam bath. Tani, Zoti Rakipi, nuk e kam dëgjuar do t'jam bath, tha, se duan të dy palë. Duan të dy palë dhe duan... Atëherë, nuk e kam të quar të gjithë bisedën për shkak se pata problematika me zërin, me gjitha të lidhje me pyetjen tuaj, nëse kuptova drejta, ka të dhëna për oligarkin që po financon në zgjedhje. Tani, unë nuk kam të dhëna realisht për këtë gjë, që të evidentoj një emër biznesmeni që po financon konkretisht. Dyshimet janë që po, janë vetëm dyshime, nisur nga parat që qarkullojnë edhe nga fushatat se si bëhen sidomos në udhëtimet që janë jashtë vendit në diasporë, megjithatë, edhe biznesmenët nuk janë imun nga hetimi. Çka do thotë, nuk është çudi që të nesërmen të ketë edhe në mesin e tyre që mund të preken nga hetimet e prokurorisë së posaçme. Mundet që biznesmenët të preken thotë. Dhe mund t'i preka. Patjetër. Po sikur deri tani nuk ka prekur gjeklu. E ke vënë re ti që dalin emra biznesmenët dhe prapë presin. Ja presin pjesën dhe në maksimumin e tyre. Dhe nena sjellin këtu edhe dokumentat e hequra. Ku janë hequr disa letra. Edhe në maksimumin e tyre u japin detyrim paraqitje. Edhe sikur ti kenë në akuzë dhe biznesmeni X, Z, e tjera. I heqin. E ke përre që na sjellin letra. Po ngatron sa dosje të tjera me këtë që më pyetët. Nëse do të kthehemi pas te dosjet e tjera, hajde diskutojmë. Nuk e kam për gjë ti rendis të gjitha të biznesmenit që janë në akuzë. Po të them që unë të ngrej një akuzë ose të pretendoj që kam të dhëna, nuk i kam këto të dhëna. Sigurisht kam dyshime për shkak fluksit të lartë të parave që financohen edhe që hidhen, sidomos për udhëtimet në diasporë, sepse kemi fushat të kushtueshme sa i përket të diasporës. Në këtë aspekt, patjetër që mund të ketë në mesin e biznesmenve që mund të preken nga hetimet. Sikurse ju, edhe unë duhet të pres të shikoj rezultatin e hetimeve në këtë drejtim. Njëre gazetë botonte një gjë të madhe për shembull për një biznesmen që do hedh kullat mëdha, po merrte edhe këta të diasporës të tij. I rëmpente dhe di sjell këtu. Dëgjova kështu, e kupton se e pash, po ndoshta edhe gënjen tani media. Ai Filiplenit. Ë? Ai do të Filiplen. Dëgjova, domethënë gjëra që dëgjohen kështu. Në ka bërë edhe? Po. Është investigimi i Birnit për rastin që ju citoni. Është investigimi i Birnit, po? Po. Është një investigim i Birnit që ka të bëjë me njërin nga biznesmenët, që sipas Birn Albenja, po është një investigim që është diskutuar, besoj, ka pritur kryeministrin e vendit. Sigurisht që raste të tilla mund të ketë plota dhe që mund të jenë lupën e prokurorëve të posaçëm. Kështu që në këtë aspekt janë hetime që janë duke vijuar. Okej. Nuk të dëgjoj shumë mirë me thënë drejtën. Bëni një kujdes se kam pyetjen e fundit me Lalën. Tani dëgjon? Tani po. Tani, në ndajnë një pak muaj nga zgjedhjet. Do me thoni pak muaj të mund. Pak ditë, kështu një muaj e pak. Një muaj e gjysëm. Tani, mos flas njeri aty, të lutem. Të lutem. A do të kemi ndryrje të pak, ke dëgjuar gjë, a pritjen arrestimet bushme? Pyetje $1 milion që ma bën shpesh, po kur të shkojnë për ekzekutim në polici, do t'i marrësh vesh i pari Ylli Rakipi. Të ta garantoj. Në momentin që ato dalin, para se të shkojnë të bota tjetër, ti do t'i sjellësh te unë. Edhe gazetare policisë. Okej. Faleminderit shumë, ju s'keni në një. Faleminderit juve. Nuk e plotësoj. Falenderoj shumë që more pjesë në këtë, dhe një ditë e ngarkuar kjo ka qenë, edhe pse pushim. Faleminderit, natë e mirë bashkë. Tani duam dhe pak minuta dhe unë do të drejtoj 2 pyetje të tjera dhe nuk do të bezdisen njerëzit të cilët do të hyjnë pak më vonë dhe nuk do të bëjnë zhurmë. Kupton? Sepse popullata nuk pranon 2 lloj zhurmash. Edhe zhurmën këtu, edhe zhurmë që vjen nga jashtë. Se shumë zhurmë ka në këtë vend. Unë vinja bile nga që erdha para emisionit, dikush godit të tokën aty, ngjitur me mua, për të zbritur poshtë shumë. Se ku do vini nuk e di, po një goditje madhe. Kështu që edhe njeriu tani ka një acarim të madh. Se e ke studion t'i afër oligarkëve, nuk është faji atyre mu punohet. Jo studion këtu, më zë. Po studioja, aty afër, rreth rrotull janë. Po jo këtu, po se mund të them afër banesë. Tani,
Janë me mas siguria në burë e thamë këte, si financohen fushatet e PS-s dhe PD, se kur i nxjerrin në fund këta, po ta keni në re, Abilegaj, po ta keni në re, këta nxjerrin sa shifra parash, që duke sikur janë njerëz më të varfër në botë. Kush kanë këta? Të dy partitë e mëdha. Partitë? Partitë e mëdha, se këta të besoj se Arlind Qori që vjen me autobuse me këshu, ka gjera. Tjetër mundësi ka mundësia, për shembull, edhe tjetri. Po flas për këto të mëdhat, që duken raportimet, dalin në fund raportimet, u harxhuan kaq lektot. Ato janë... Aq lek sa për 2 ditë fushallë janë. Varfëri e madhe, sa për 2 ditë totela. Si ka mundësi tani? Kush fleti pari? Këto financimet e partive në fakt dihet fare mirë që në Shqipëri po kontrolluar. Spaku këto mund t'i shikonte fare lehtësisht. Se kjo është një vendim mbledhur shumë. Shumë atje shikon ore ti. Gjithë të para që harxhuar. Lajmi kryesor i këtyre kohëve është rënia e euros përsëri për shembull. Ka rënë prapë euro dhe ka filluar euro iku në lesh. Rënia e euros tani pasi po merrte veten euro, tregon që gjitha këto janë para fushatet të cilat lëvizin jashtë bankave. Jashtë kontrollit. Jashtë bankave. Dhe dalin jashtë kontrollit dhe Bankës së Shqipërisë dhe kursi deri jashtë kontrollit fare nuk ka më thoj. Kështu që kjo është e qartë, një nga krimet zgjedhore është pikërisht fillohet këtu, duke ndjekur paran. Partitë marrin parat, kesh, i shpërndajnë për aktivitete, për takime, për blerje votash, për ndere të ndryshme për atë bamirësinë e famshme që thamë, që e bëjnë dhe ata gjatë zgjedhjeve, dhe kështu deformohet vota e njerëzve dhe në themi besoj që ku është krimi zgjedhor? Ky është krimi zgjedhor. Krimi zgjedhor është mjaft i parapur në Shqipëri. Pra një politikan, sidomos ata që janë listë në hapur, nuk e mendojnë që mund të zgjidhen pa bërë një nga format e krimit zgjedhor. Shumë rrallë janë ata që mendojnë që mund të zgjidhen vetëm me influencë ose duke i bindur njerëzit thjesht me idetë e tyre, me ato që mendojnë ose me bindjet e tyre. Të cilët janë mendojnë duke bler influencë, duke bërë ndere, duke bërë nder pas nderi, duke kapur me banda kriminale që kërkojnë të ndërhyjnë ose të shkëmbejnë ndere në zonë ndryshme, dhe që të bëjnë deputet. Tira? Nëse do shohësh bilancet që deklarojnë... Shumë, po, në fund në letra... Nëse do shohësh bilancet që deklarojnë partit, janë minimaliste, dhe nëse ata sqarojnë për çdo aktivitet të tyre koston e aktivitetit, ti çuditesh nga çmimet e këtij aktiviteti. Domethënë thua si ka mundësi që është e pamundur të bëhet kaq lirë një aktivitet i tillë, duke ditur kostot reale të çdo aktiviteti partijak. Por kjo ka të bëjë vetëm me pjesën e dukshme të një fushate elektorale. Gjithë pjesa e padukshme është ajo që nuk llogaritet. Prandaj ata deklarojnë që 100 anëtar të partisë paguan nga 1 milion lekë të vjetra dhe 100 milion lekë ishte një pjesë e financimit fushatës dhe disa biznesmen, edhe ata me shuma minimale, pranojnë të rreshtojnë emrin në listën e financuesve dhe të ishte shifra 100-150 milion lekë të vjetra